Periudha e shërbimit të votuesve për ndërimin dhe qendrave të votimit ka filluar me datën 6 maj dhe ka përfunduar me datën 17 maj 2026. Përgjatë kësaj periudhe janë pranuar gjithsej 19.840 kërkesa për ndërimin e qendrës votimit, ndërsa janë aprovuar 19.276 kërkesa dhe 564 janë refuzuar. Po ashtu, me datën 6 maj ka filluar edhe periudha e aplikimit për regjistrimin e votuesve jashtë Kosovës. Kjo periudhë ka përfunduar me datën 17 maj 2026. Përgjatë kësaj periudhe, gjithsej 142.803 votues kanë aplikuar për regjistrim, 131.801 votues janë aprovuar, ndërsa janë refuzuar 10.906. Ndërsa po ashtu 96 regjistrimi janë anuluar pas kërkesës së votuesve për të rikthyer në listën e votuesve brenda Kosovës. Shqyrtimi të gjitha kërkesave ka përfunduar, do të thotë dje, dhe përrjedhoi afati ligjor për kundërshtim administrativ përfundon sot me datën 19 maj në orën 20:32 minuta. Gjithashtu, lidhur me këtë periudhë, KQZ ka filluar sot, ka pranuar sot fletë votimet për votues jashtë Kosovës, të cilët kanë përzier mënyrën e votimit përmes postës. Fletë votimet kanë arritur në qendrën e numërimit të rezultateve dhe njësitë përgjithësi janë duke përgatitur zarfet me qëllim të dërgimit të fletë votimeve për votues jashtë Kosovës. Deri në orën 2, po besoj që rreth 20.000 dërgesa postare do të jetë të gatshme për të tërhequr nga operatori ekonomik Diaheli në Kosovë. Kjo është sa i përket në raportimit të shkurt lidhur me këto dy aktivitete. Faleminderit. A ka dikush ndonjë pyetje për drejtorin, ndonjë koment lidhur me raportimin? Nëse jo, vazhdojmë me Këshillin për Operacionet Zgjedhore. Alban. Faleminderit kryesues. Këshilli për Operacionet Zgjedhore ka shqyrtuar planin e operacional të sigurisë dhe e ka rekomanduar për shqyrtim dhe miratim në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe është i bashkangjitur në dokumentet që i keni brenda në platformë, kështu që ne rekomandojmë për miratim. Faleminderit. A ka dikush ndonjë pyetje, koment lidhur me planin operacional të sigurisë? Nëse jo, hedh votim. Kush për? Dhe në vota për, miratohet. Pika radhës Alban. Këshilli për Operacionet Zgjedhore gjithashtu e ka shqyrtuar programin e trajnimeve dhe kurrikulën e trajnimit për zgjedhjet e parakohshme për trupat menaxhuese të zgjedhjeve. Këshilli ka dhënë vërejtjet e tij që janë karakterit administrativ dhe teknik, si dhe ka kërkuar nga Departamenti dhe Njësia përkatëse e trajnimeve që të inkorporohen të gjitha rekomandimet e dhëna gjatë mësimeve të nxëna, gjithashtu udhëzimet që janë dhënë nga mbledhjet e KQZ-s, por gjithashtu edhe nga punëtoria që kemi mbajtur me ZEI KQZ-t, që të gjitha të integrohen brenda si vërejtje në mënyrë që programi i trajnimeve të jetë sa më i qartë për trupat menaxhuese të zgjedhjeve dhe të jetë sa më i saktë, po edhe në përputhje me aktet tona ligjore, si dhe aktet tona tjera normative dhe procedurat, të cilat përcaktojnë qartë jo vetëm metodologjinë, po mbi të gjitha edhe të drejtat dhe obligimet që i kanë trupat menaxhuese të zgjedhjeve gjatë organizimit të procesit zgjedhor. E kemi thënë edhe në mbledhjen e Këshillit për Operacionet Zgjedhore që përmbajtja e kurrikulës por dhe programit mbetet në përgjegjësinë e Departamentit për Operacionet Zgjedhore dhe Divizionit të Trajnimeve. Kështu që si tillë me këtë vërejtje ne rekomandojmë për miratim. Faleminderit. A ka dikush ndonjë koment? Nëse jo, hedh votim. Kush është për? Në vota për, miratohet programi i trajnimeve dhe kurrikulës së trajnimeve. Pika radhës Alban. Pika radhës ka të bëjmë me miratimin e adresave të kutive postare jashtë Kosovës. Departamenti i ka sjell adresat të cilat janë të njëjta, të kutive postare për votim jashtë vendit, dhe vetëm në 2 vende janë ndryshuar, në Danimarkë nëse s'gaboj, po edhe dikun tjetër në cilin prej vendeve, për cilat ata do t'i bëjnë publike për media tash dhe po edhe për votuesit.
dhe si të tillë ne e rekomandojmë për votim. Le të theksohet se një prej arsyeve të vizitave që kemi pas ditë më parë ka qenë edhe të shikohet kapaciteti, themi, dhe mënyra se si mblidhen gjitha ato zarfe që arrin në këto kuti postare dhe janë marrur, themi, të gjitha informacionet e duhura dhe janë bërë planet operative të KQZ-s, po edhe të punonjësve apo zyrtarëve të Ministrisë Punëve të Jashtme, të cilët së bashku do të jenë të angazhuar në procesin e mbledhjes dhe dërgimit më pas të zarfeve që do të grumbullohen në këto adresa postare, bazuar edhe në procedurën që e kemi, që nënkupton edhe prezencën apo njoftimin e vëzhguesve të subjekteve politike kur ndodhin tërheqjet. Kështu si të tillë ne rekomandojmë për miratim. Faleminderit, ka ndonjë koment lidhur me këtë pikë? Nëse jo, hedh votim, kush është për miratohen adresat e postare të jashtë Kosovës për votim përmes postës. Pika radhës. Pika radhës ka të bëjë me miratimin e dizajnit të përmbajtjes së fletë votimit dhe broshurës për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Republikës Kosovës. Kësaj radhe fletë votimi në disa prej komunave të cilat ne jemi dakorduar bazuar edhe në frymën e ligjit për përdorimin e gjuhëve që të përfshihen. Më konkretisht, komuna Prizreli, që do t'i ketë gjuhën shqipe, gjuhën serbe, gjuhën turke dhe bosnjake, komuna Mamunshës, që do t'a ketë gjuhën bosnjake, komuna turke, komuna e Obiliqit, që do t'a ketë gjuhën rome, si dhe komuna e Dragashit, që do t'a ketë gjuhën bosnjake. Ne kemi trajtuar me prezencën edhe të anëtarëve tjerë që s'kanë qenë në KOS për të parë gjitha elementet e fletë votimit, jo vetëm sa i përket gjuhës, por dhe aspekte tjera teknike dhe si të tilla së bashku me broshurën e rekomandojmë për votim në KQZ. Faleminderit. A ka ndonjë koment? E hedh votim. Kush është për? 9 vota për, miratohen. Dizajni dhe përmbajtja e fletë votimit dhe broshurës. Në takimin e 6 të Këshillit për Buxhet dhe Financa, të mbajtur me datën 9/5/2026, është diskutuar për këto dy pika të rendit të ditës, shqyrtimi dhe miratimi i raportit financiar 3 mujor për periudhën janar-mars 2026 dhe shqyrtimi dhe miratimi i raportit të derivatave për periudhën janar-mars 2026. Ndërsa në takimin e 7 të Këshillit për Buxhet dhe Financa, të mbajtur sot, është diskutuar për këtë pikë të rendit të ditës, shqyrtimi dhe miratimi i draftvendimit për miratimin e menditjeve për pagesat e stafit të angazhuar në qendrat e numërimit, në vend votime, në qendra komunale të numërimit dhe në përfaqësitë diplomatike. Sa i përket raportit 3 mujor financiar për periudhën janar-mars, janë përgatitur pasqyrat financiare, të cilat janë bërë në bazë të standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit. Me ligjin 10L009 mbi ndarjet buxhetore për vitin 2026, Komisioni Qendror të Zgjedhjeve ju aprovua buxhet fillestar në vlerë prej 6.795.540 euro, ndërsa gjatë të mënishit janë realizuar edhe ndryshime buxhetore në kuadër të programit të zgjedhjeve, si rezultati i financimit të përkohshëm të alokimeve shtesë nga Ministria e Financave. Buxheti final për periudhën raportuese arriti në 8.404.697 euro, ndërsa shpenzimet totale ishin 3.216.824.80 euro, përkatësisht 38.27% e buxhetit final. Në kuadër të programit të buxhetit të sekretariatit, shpenzimet për periudhën janar-mars 2026 arritën në 434.303.87 euro, apo 21.76% të buxhetit. Shpenzimet kryesore janë realizuar në kategorinë e pagave dhe meditjeve, madra dhe shërbimeve, si dhe shpenzimeve komunale. Në kuadër të programit të zgjedhjeve dhe shpenzimeve gjatë periudhës të mënishit, janë alokuar mjete në vlerë prej 1.609.156.86 euro për mbulimin e obligimeve të procesit zgjedhor të zgjedhjeve të datës 28/12/2025, nga kjo shumë janë shpenzuar 1.592.690 euro, apo 98.97% e buxhetit të programit. Kemi mandatë buxhetin për mbështetje demokratike dhe shpenzime, ku për subvencionime në subjekteve politike janë shpenzuar 1.190.401.93 euro.
Pika e dytë, sa i përket raportit të derivateve për periudhën janar-mars. Të votojmë pikën e parë. Të pagat edhe me ditjet, shpenzimi është pak më i madh krahasimisht me normën që duhet shkojë rrjedhimore, po duhet ta dini që është këtë rrjedhë është paga 13. Prandaj është 30% që nuk është 25. Domthonë është nuk është pej kalim, po është paga 13 që është tonë, prandaj është 30% që nuk është 25. Nëse jo e hedh votim, kush është për? 9 vota për, miratohet raporti financiar 3 mujor për periudhën janar-mars 2026. Gjatë periudhës janar-mars 2026 të këtij viti, 18 vetura të KQZ gjithsej janë furnizuar me 5132.9 litra derivate, ku mesatarja shpenzimeve të derivateve gjatë kësaj periudhe është diku në 7.022 litër për 100 kilometrat e kaluara. Nuk kemi më shumë për këtë. Faleminderit. Po hedh votim, kush është për? Dhe miratohet raporti derivateve për periudhën janar-mars 2026. Pika e fundit është për miratimin e menditjeve për pagesat e stafit të angazhuar në qendrat e votimit, në vend votime, qendra komunale të numërimit dhe përfaqësi diplomatike. Vendimi është përgatitur sipas planifikimit buxhetor dhe nevojitet për ekzekutimin e pagesave të trupave zgjedhor. Këto janë miratuar në Këshillin për Buxhet dhe Financa. Faleminderit. A ka ndonjë koment? Po, Alban. Vetëm duhet të jemi të sigurt, për shumat duhet të reflektojnë shumat me ndryshimet, përgjithësinë e merr në jo prarë. Unë nuk miratoj shumat të drejtën pa qenë i sigurt që ato që kemi propozuar si rritje të pagesave nuk janë reflektuar këtu. Unë nuk e di, do të thonë se është pak me na njoftu tamam që me di që kanë reflektuar ato. Kështu që ato shumajnë, jo Po, të njëjtën diskutime kam pas edhe unë në Këshillin për Buxhet dhe më kanë siguruar që të gjitha shumat janë ndryshuar në bazë të asaj që e kemi aprovuar në KAZ duke aprovuar buxhetin. Më kanë siguruar që janë të njëjtat shuma, këtë kërkesë e kom pas njësoj se ti tash e pate, e kom pas në Këshillin për Buxhet dhe më është thënë që janë të rregulluar apo të renditur në thjesht sipas asaj që kemi diskutuar në planin e buxhetit kur e kemi diskutuar në KAZ. Vetëm se para se ta vendimi, ta verifikojnë qartë dhe le të jetë saktë që janë reflektuar ndryshimet që i kemi kërkuar të themi të pagesave për trupat menaxhuese të zgjedhjeve sipas një vendimi të ri që është marrë për rekomandim i ri nga Këshilli për Operacione Zgjedhore, kur është bërë planifikimi buxhetor për rritjen e pagesave, tash jam i sigurt të gjitha nga 10 euro apo si ka qenë. Kështu po i keni të shkruar në detaje sepse kanë qenë pjesë e kalkulimeve që pastaj kanë reflektuar në planifikimin buxhetor. Ndoshta kjo shkon për drejtorin më shumë. E dim që këshillat e vendvotimeve veç mas vendvotimeve në ambasada dhe konsulata, po thuaj se që nga zgjedhjet e kaluara deri me tani akoma s'janë kry disa pagesa për arsye ndoshta administrative natyrisht, por një kohë ka qenë çështje buxheti, një kohë çështje administrative, kështu që në qoftë se ka nevojë për staf shtesë me pas, akoma jeni në kohë për me marrë staf, në mënyrë që mos ta zë pagesën pa u kry dhe mos të përsëritet njëjta problematik ku me gjatë me muaj mos pagesa e këshillat dhe të votimeve e veç mas aty në të cilët tashmë janë do të caktohen për me qenë për ambasada dhe konsulata. Problemet i dini, është mirë me marrë masa preventive për me evitu ato të cilën ju kanë shfaq në zgjedhjet e kaluara, kështu që është mirë me pas një vëmendje më të shtunë për faktin se mos gjas me muaj, mos pagesa këshilla. Faleminderit. E hedh votim dhe të miratimin e menditjeve pagesat e stafit. Kush është për? Atëherë me 9 vota për, miratohet.